Përshëndetje, për të gjithë ju që jeni merakli të ushqimeve tradicionale, sot do të përgatisim oris me perime dhe me mish pule, një recetë shumë e lehtë dhe e thjeshtë. Pasi që e kemi bluar qepën në pjesë të emta, e fërgojmë në një enë, më pas ja shtojmë edhe perimet, të cilat unë i kam përdorur të ngrira, por mund të përdorni edhe perime të freskëta. Më pas ja shtojmë ujin dhe krejt në fund ja shtojmë edhe melmesat, veget dhe kryp. E përzije mirë dhe pastaj e fusim në furrë. Në anën tjetër, kofshat e pulës, pasi që i kam zjerë mirë, i kam marinuar me vaj dhe me erëza të ndryshme. Unë kam përdorur veget, kryp dhe biber të koq, i kam lyer në të gjitha anët dhe më pas edhe këto i kam futur në furrë. Në fillim, furra duhet të jetë e parangrohur, më pas e lëshojmë në temperaturë 250 gradë për 15 deri 20 minuta, derisa orizi të mos ketë ujë më. Në anën tjetër, unë e kam përgatitur edhe një sos me hoplla, së pari kam vendosur pak qep dhe këpurdha, të cilat i kam fërguar mirë, më pas i kam vendosur edhe pak veget dhe më pas hopllën e kam zgjerë për 2 deri në 3 minuta. Sosi me hoplla jep orizit një shije shumë të mirë dhe kështu duket për në fund. Ju bëft mirë nëse e provoni.